Gjithë obori i Big Brother Kosova ishte mbushur me një tension të veçantë këtë mbrëmje. Të gjithë prisnin lidhjen live me Dolcen, e cila po qëndronte në Grande Fratello. Kamera u përqendrua mbi Dinin dhe Edit, të cilët ishin të gatshëm për bisedën e shumë pritur. Kur lidhja u realizua, sytë dhe të gjithë banorëve u fokusuan tek ekranet. Edi nuk mundi të fshehte emocionet e tij. Sytë i ndriçuan sapo pa Dolcen dhe, pa humbur asnjë moment, e pyeti me një ton të butë dhe plot mall, "Dolce, si je? Më ka marrë kaq shumë malli për ty, mi manqi, tantissimo." Dolce buzëqeshi menjëherë dhe i bëri zemrën me duar, një gjest i thjeshtë, por tepër i kuptim plot, që tregonte se ndjente të njëjtin mall. Banorët e tjerë, duke parë këtë moment, ndjen energjinë mes tyre dhe një heshtje e butë mbushi oborin, sikur të gjithë po ndanin emocionet e tyre. Edi vazhdoi, me një buzëqeshje të lehtë dhe një emocion të ndjerë, "Una mos kofsha pa ty." Dolce e dëgjoi këtë dhe për një moment u ndjej qetë, por menjëherë riktheu seriozitetin dhe tregoi shqetësimin që kishte pasur prej disa ditësh. "Edi, më ka marrë shumë malli, po edhe më ka shqetësuar se nuk më kanë sjellë dronin që më premtuan në Itali. Kam pritur shumë për ta, por nuk ka ardhur. Dhe nuk e kuptoj pse." Edi, duke ndjerë shqetësimin e saj, ju afrua mikrofonit dhe i tha me një ton të sigurt dhe mbështetës, "Mos u shqetëso, Dolce. Do të vinë. Do të vinë 5 drona për ty. Çdo gjë që të mungon, unë do të përpiqem ta sjell. Çdo gjë që të bën të ndjehesh më afër me mua, do të bëhet realitet." Dolce, e prekur nga fjalët e tij, buzëqeshi dhe tunte pak kokën. Ajo ndjeu qetësi, por emocionet e saj ishin të forta dhe nuk mundi të mos ndante ndjesinë e mallit dhe mungesës. "Edi, nuk e prisja që të kujdesesh e kaq shumë. Ndihem e vlerësuar dhe e sigurt nga larg. Por shpesh herë ndjej se dua të kem pranë. Droni. Ndoshta është diçka e vogël, por për mua ka rëndësi." Banorët e Big Brother Kosova shikonin çdo gjest dhe çdo buzëqeshje. Ndërsa tensionet që prej ditësh lëviznin nën sipërfaqe shpërthyen me gjithë forcën e tyre. Në shtëpinë e Big Brotherit, aty ku çdo gjest e çdo fjalë peshohet ndryshe, Hygerta dhe Labi u përfshin në një përplasje të paprecedent. Gjithçka nisi kur Labi, i acaruar nga disa komente të Hygertës, nisi t'i kërkonte llogari në mes të sallonit. Ai fliste me ton të ngritur, ndërsa banorët nisën të mblidheshin rreth tyre, por Hygerta nuk ishte as pak e gatshme të heshte. Ajo u kthye nga Labi, e ndezur nga nervat dhe e vendosur t'i thoshte gjithçka që kishte mbajtur brenda, "Ti je njeri që nuk qëndron pas fjalës tënde, Labi. Nuk tregon burrëri në mënyrën si sillesh. Hedh gurin dhe fshet dorën sa herë ke mundësi. Kjo është ajo që më ka bezdisur gjithmonë te ty." Fjalët e saj ranë si rrufe. Labi u step për një çast, i habitur nga drejtësia e drejtpërdrejtë e akuzës. Banorët nisën të shikonin njëri tjetrin, të hutuar nga mënyra e ashpër me të cilën Hygerta po shprehej. Ajo vazhdoi, pa hezitim, t'i vepron në mënyrë të fshehtë, të nënkuptuar. "Nuk del hapur. Është si të kesh dy fytyra, një që u shfaq banorëve dhe një tjetër që e përdor në prapaskenë. Kështu nuk ndërtohen marrëdhëniet mes njerëzve." Labi i ngriti duart në ajër, duke u përpjekur të mbrohej, "Kjo është mendimi yt. Jam i drejtë me të gjithë këtu dhe s'kam bërë asgjë pas shpine." Hygerta tunte kokën me mosbesim, "Problemi yt është që mendon se askush nuk e sheh çfarë bën. Por të gjithë i shohin gjërat. Ti shpesh ndez situata dhe pastaj hiqesh sikur s'ke faj. Kjo sjellje krijon dyshime dhe tension." Atmosfera u kthjellua në një ngarkesë që mund të pritej me thikë. Banorët prisnin në heshtje, ndërsa debati vetëm sa intensifikoi. Labi i afrua Hygertës duke folur më qetë, por me një nerv të brendshëm, "Mos më gjyko në bazë të supozimeve të tua, Hygerta. Unë jam transparent. Nëse kam diçka për të thënë, e them në sy." Por ajo nuk u lëkun, ta dish që transparenca nuk është vetëm të flasësh me zë të lartë. Transpa. Debati i ashpër mes Hygerta Sakos dhe Labit, tensioni shpërthen në mes të shtëpisë. Në shtëpinë e Big Brotherit atmosfera ishte e qetë vetëm për disa minuta, derisa shpërtheu një nga debatet më të forta mes Hygerta Sakos dhe Labit, që prej ditës së parë mes tyre ndihej një lloj rivaliteti i fshehtë, por sot gjithçka mori formë të hapur, përballë syve të gjithë banorëve. Hygerta po qëndronte në kuzhinë duke biseduar me disa banorë, ndërsa Labi hyri me fytyrë të ngrysur, sikur diçka e kishte irrituar prej kohësh.
Ai e shikoi drejt në sy Hygertën dhe papritur shpërtheu, Hygerta, boll me këto komentet e tua. Të gjithë kohën po përmend futbollist dhe thashe theme. Po pse merresh gjithë ditën me ta? Ç'pun ke ti, çfarë bëj unë? Banorët ngrin. Askush nuk e priste që Labi do ta thoshte me kaq ton të lartë. Por Hygerta, e njohur për karakterin e fortë, nuk u tërhoq. Ajo mori frym thellë, i shkoi pranë dhe ju përgjigj me qartësi, mos ma ngrit zërin, Labi. Nuk kam pse të jap ty llogari. Po nëse do të flasim për punët e njerëzve, ti je i fundit që mund të më gjykosh. Labi u afrua edhe më shumë, duke tundur dorën në ajër, unë po flas për mënyrën si sillesh. Ti s'ke punë me jetën time private. Hygerta qeshi me ironi dhe e ngriti nivelin e debatit, po? Po ti, Labi, je ai që del në përkëngë dasmash. Këndon gjithë natën dhe merresh me çdo gjë që të sjell pak vëmendje. Ke halle me mua, por vetë s'di as këdo këndosh, as këdo mbash në qendër të vëmendjes. Pse s'tregon që në për dasma je gjithmonë duke bërë shoqëri me çdo dasmor që të duket interesant? Kjo e goditi Labin, i cili ngriti vetullat dhe u përpoq të mos humbiste kontrollin. Ti po shpif tani. Unë punoj me ndershmëri. Jam artist, këndoj në dasma dhe s'kam pse të turpërohem. Kjo është puna ime. Hygerta nuk u ndal, puna jote s'ka asgjë të keqe. Po mos ma akuzo mua për gjëra që i ke në oborin tënë. Unë kam karrierën time, jetën time, dhe nuk merrem me askën. Thjesht nuk pranoj që ti të më vësh gë. Sonte në Big Brother Kosova pritet një nga momentet më të forta emocionale të këtij edicioni. Produksioni ka paralajmëruar se Edi do të thirret në dhomën e rrëfimit për një njoftim që pritet t'i trondit të gjithë banorët dhe publikun. Që në orët e para të mëngjesit në shtëpi ka pasur lëvizje të çuditshme. Banorët kanë vënë re se stafi po përgatiste diçka të madhe, ndërsa kamerat e ndjekin Edin pothuajse kudo. Ai vetë ka qenë më i heshtur se zakonisht, ndërsa shpesh e kapin i menduar duke parë në këndin e oborit ku shpesh rrinte me dolcen, por mbrëmja e sotme do t'i ndryshojë gjithçka. Edi, të lutem ulu. Kemi një informacion për ty. Dera e dhomës së rrëfimit mbyllet pas ti. Muzika bie. Zëri i Big Brotherit bëhet serioz. Ne e di që ti ke folur shumë për dolcen, për lidhjen tuaj jashtë, për mungesën që ndjen. Por Big Brotheri ka për detyrë të informoj për një zhvillim të rëndësishëm. Edi mbetet i ngrirë. Syt i hapen pak e duart i shtrëngohen, Dolce është futur në shtëpinë e Grande Fratellos në Itali. Dhe që në ditët e para. Ajo është afruar shumë me një prej banorëve atje. Pamjet shfaqen në ekranin përballë tij, Dolce duke buzëqeshur, momente nga bisedat me banorin italian, afrimitete, çaste që flasin vetë. Edi e tërheq frymën me vështirësi. Syt i lëkunden midis krenarisë, habis dhe dhimbjes, ajo ka thënë se po e nis një njohje të re. Se brenda shtëpisë së Grande Fratellos po gjen dikë me të cilin po krijon kimi. Një heshtje e rënë. Edi ul kokën. Buzët i dridhen, nuk ka shpërthyer. Por duket qartë që brenda tij gjithçka po shembet. Jashtë, banorët presin, në sallon nuk dëgjohet as fryma. Të gjithë presin çfarë po ndodh me Edin, sepse produksioni ka paralajmëruar se lajmi është jetik për të. Kur dera e dhomës së rrëfimit hapet, Edi del ngadalë. Syt i janë skuqur, fytyra i është veshur me një qetësi të frikshme. Banorët i afrohen, por ai thot vetëm, s'jam mirë. Më duhet pak kohë. Nailiri i vendos dorën mbi shpatull. Benita. Pas përfundimit të Big Brotherit, Toni dhe Benita përjetojnë ditët e para jashtë shtëpisë me të njëjtin humor, energji dhe afërsi që i karakterizonte brenda lojës. Në një mëngjes të qetë, të dy janë shtrirë në një shtrat të madh, të mbuluar me një jorgan të butë. Toni, si gjithmonë shakaxhi dhe provokues, zgjat duart në një organ me synim ta trem Benitën thjesht për lojë. Benita reagoi menjëherë, filleton të bërtas nga surpriza, por qesh me zë të lartë, duke u rrotulluar majtas djathtas dhe duke e shtyr Tonin si për t'i thënë, o budalla, mos më tremb kështu. Toni shpërthen në të qeshura, i lumtur që ja doli ta çonte në humor. Jorgani tundet nga lëvizjet e tyre, ndërsa Benita vazhdon të qeshë e skuqet, po pse bërtet kështu? E di që thjesht të bezdis për qejf. I thot Toni, ende i shtrirë pranë saj. Benita i hidhet faqes dhe i jep një shpull të lehtë lozonjare, ti s'ndreqesh kurrë. Gjithmonë ke qejf të më ngacmosh.
Ai i afrohet më shumë, e mbështjell me krah dhe i flet ngadalë, edhe kur bërtet je e bukur. Ajo ul kokën, e kap gjumin ngadalë, ndërsa Toni vazhdon ta shikojë me një buzëqeshje të qetë. Pas gjithë kaosit të Big Brotherit, ky moment i thjesht, plot të qeshura dhe afërsi, është pikërisht ajo që të dy i kishte munguar. Loja nisi krejt rastësisht, por brenda pak sekondash u kthye në një nga momentet më gazmore të mbrëmjes. Dolce po kalonte në obor me një smothje në dorë, kur pa djemt të ulur e të mërzitur. Me stilin e saj energjik, ajo ngriti vetullën dhe tha, "Hëma, pse jeni si statuja të muzeut? Hajde pak gjallëri." Moderatorja, që gjithmonë ndjen çastin, aktivizoi sfidën, "Djem, ju a kam një lojë, kush është më i shpejt për t'u hedhur në pishinë?" Pa u përgatitur, pa menduar shumë. Në atë moment, të gjithë u ngritën në këmbë me një shpërthim gazi, sikur dikush kishte ndezur një buton adrenalini. Dolce u step një hap mbrapa dhe nisi t'i shikonte e t'i filmonte me celularin e saj të lojës. Ndërsa qeshte, "O zot, po ç'ikeni këto fytyra garuese?" Cunat nisën përgatitjet. Njëri hoqi vetëm kapelen dhe vrapoi si i çmendur drejt pishinës. Tjetri u përpoq të hiqte bluzën, por ngeci me duart lart dhe vrapon të gjysmë i bllokuar, duke shkaktuar ulërima të qeshurash. Një tjetër u përpoq të përdorte strategji, bëri një rrugë të shkurtër mes tavolinave, por u rrëzua mbi një jastëk të madh si aketor komedie. Dolce u kthye nga kamera, "Këta s'janë banor, këta janë ninja të çmendur." Ndërkohë, dy djemë të tjerë u shtyn lehtë në bar duke bërë batuta. "Kush i jep përparësi kujt, o vlla, s'mund ma merr fitoren kështu. S'ke shanse. Kam aerodinamikën." Dolce qeshte aq shumë sa i u rrëzua smothje nga dora. Në fund, njëri prej tyre, më i përqendruari, më i qetë, por edhe më i shpejti, arriti i pari te pishina. Ndali për një sekond, ngriti duart në ajër sikur kishte fituar kupën e botës dhe pastaj. Hop! U hodh me një zhytym spektakolar që krijoi një dallgë të madhe, splash. Uji u ngrit aq lart sa bëri shor të gjithë të tjerët, përfshirë edhe Dolcen. Ajo fshiu fytyrën dhe shpërtheu në të qeshura, mbaroi loja. Ky është kampioni. I çmendur, por kampion. Banorët nisën ta duartrokasin dhe të hidhen edhe ata në pishinë një nga një, duke krijuar një kaos të bukur. Plot. Atmosfera në shtëpinë e Big Brother Kosova ndizet që heret. Banorët ndjejnë tensionin në ajër, Edi shfaqet nervoz, i heshtur, duke ecur para, mbrapa në obor me një cigare të pashuar në dorë. Kamera e ndjek ngadalë, ndërsa produksioni paralajmëron, sonte, Edi do të ketë një komunikim të drejtpërdrejtë me Dolcen në Grande Fratello. Banorët e tjerë e shohin me sy të mëdhenj, të gjithë e dinë se çfarë pritet. Edi është njeriu më i prekur këto ditë, i shgënjur, i hutuar dhe i djegur brenda nga kurioziteti për të kuptuar të vërtetën. Ai ndjen që çdo gjë që ka ditur për marrëdhënien me Dolcen po shembet, ndërkohë, në Grande Fratello. Dolce po rri ulur në divanin e madh të kuq. Ajo duket e qetë, por syt i ka të mbushur me tension. E di që përballja nuk do jetë as pak e lehtë. Ajo ka nisur një afrim me dikë tjetër në shtëpi, një lidhje që për shumë persona duket më shumë se lojë, lidhja live hapet. Të dy frontet bashkohen, Arbana i thot Edin të ulet. Ai merr frym thellë dhe ul kokën, ndërsa ekrani i madh ndizet dhe shfaqet Dolce nga Italia. Nata bëhet e heshtur. Nuk dëgjohet as zhurma e frymëmarrjeve të banorëve. Edi e ngrit kokën. Syt i ka të skuqur, por të vendosur. Edi, Dolce. Para se të them ndonjë gjë tjetër, duhet të pyes diçka që më djeg për brenda. Çfarë është kjo lidhja që ke nisur atje? Pse e bëre? A ishte lojë, apo ishte zgjedhje? Dua të di të vërtetën. Dolce e kafshon buzën. Ajo shikon poshtë, pastaj drejt kamerës, e dinte që kjo pyetje do vinte, por jo me këtë goditje emocionale. Dolce, e di. Nuk ishte diçka që e planifikova. Thjesht. Gjërat ndodhen. Ishte shumë presion, shumë situata. Unë u hutova. Nuk jam e sigurt çfarë të them. Edi tund kokën, i mërzitur. Edi, po unë çfarë jam për ty? A jam vetëm një histori e lënë për gjysmë? A ishte gjithçka midis nesh vetëm loje? Sepse tani po duket sikur unë kam qenë budallai që kam pritur këtu, ndërsa ti atje po fillon diçka tjetër. Dolce fillon të dridhet. Kamera e kap profilin e saj, syt.